Kryeqyteti është zgjuar në një klim pasigurie pas disa ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur gjatë orëve të fundit. Policia është vënë në lëvizje pas një shpërthimi me lëndë plase dhe një sulmi me thik, ndërsa po punohet për zbardhjen e motiveve. Rreth orës 4:15 të mëngjesit, banorët e rrugës Ramazan Gaxheri janë tronditur nga një shpërthim i fuqishëm. Lënda plase dyshohet se është vendosur në pjesën e jashtme të motorit të kondicionerit të një marketi në pronësi të shtetasit me inicialet LL. Fatmirësisht nga ngjarja janë regjistruar vetëm dëme materiale, ndërsa forcat e policisë kanë mbritur në vendin e ngjarjes për të nisur hetimet dhe për të identifikuar autorët e këtij akti kriminal. Biznesi ku vendos Tritoli është në pronësi të shtetasit LL, i cili është babai i dy vëllezërve të përfshirë në plagosjen e efektivit në Shkozë. Dy vëllezrit janë ende në kërkim, lidhur për plagosjen e efektivit 30 vjeçar, AK. Ata kanë pasur një konflikt disa muaj më parë me fqinjin e efektivit i cili dhe i ka dhunuar. Kjo dyshohet të jetë dhe shkaku i plagosjes së 30 vjeçarit. Ndërkohë, një tjetër ngjarje e dhunshme është shënuar në zonën e kombinatit, rreth orës 8:50, një 61 vjeçar, i identifikuar si shtetasi AA, është paraqitur në spital me plagë të shkaktuara nga një mjet prerës. I plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Reagimi i policisë ka qenë i menjëhershëm, duke bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin në flagrancë të autorit të dyshuar, 55 vjeçarit EM, banues në të njëjtën zonë. Gjatë kontrollit fizik, efektivët gjetën dhe sekuestruan thikën që dyshohet se u përdor për kryerjen e sulmit. Grupet hetimore po punojnë për të zbardhur rrethanat e plota dhe motivet që çuan në këtë ngjarje.